Pak ditë më parë, banorët e disa fshatrave të bashkisë së Selenicës kanë zhvilluar një protestë paqësore për mungesën e rrugës së Shullërit, duke kërkuar përmirësim të kushteve infrastrukturore në të. Kreu i bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, thosë se për rehabilitimin e këtij aksi janë akorduar 1.2 milion euro, të cilat do të bëjnë të mundur punimet në 3.5 kilometrat e parë të asaj rruge. Bellaj garanton se është miratuar projekti, ka dalë fituesi dhe brenda këtij viti në aksin rrugor do të fillojnë punimet, një premtim ky që sipas Bellajt i është dhënë dhe më parë banorëve të kësaj krajine. Unë kam thënë edhe më para që bashkia ka prioritet të saj infrastrukturën rrugore, sepse ka shumë fshatra, nuk është vetëm zona e Shullërit, por është dhe zona e Korrishtit, është edhe pjesa e Lapardhas, Gumenicës, Maxhait, Mavrovës. Janë një seri fshatra që kanë probleme me lidhjen e aksit kryesor me asfalt. Dhe sa kam ardhur në krye të kësaj bashkie, pothuajse 70-80% e buxhetit ka qenë për infrastrukturën. Dhe për këtë vit që jemi, si çdo vit, miratohet buxheti i bashkisë në fund të vitit, pra 2024 për 25. Dhe ne kemi akorduar me dëshirën tonë, me vetdije të qartë, një fond për 1.2 milion euro për rrugën e Shullërit. Dhe pasi kemi akorduar, kemi pas një takim me disa përfaqësues të asaj zone, ku është thënë që 3.5 kilometrat e para do të financohen nga bashkia. Pastaj do të futen në institucionet shtetërore për ta vazhduar. Dhe unë mbaj përgjegjësi si bashki dhe sekretari i kësaj bashkie për llafin e thënë. Pra 3.5 kilometrat e para varri Tav Ure Trubullit. Gjatë kësaj kohe ne i marrëm me gjithë procedurat, me bërjen e projektit, me hedhjen e procedurave për të shpallur fituesi, dhe një javë më para është shpallur fituesi dhe shumë shpejt fillojnë punimet e rrugës. Dhe bashkia e kam thënë shumë korrekte, është shumë e saktë dhe e mban fjalën e thënë që brenda vitit 2025 ajo rrugë do filloj, e kam thënë që do jetë 4.75 asfalt, 6 metra trashe, më e gjerë se ç'është, që edhe kur të bëhet nga fondet qeveritare pjesa tjetër, të jetë me këto parametra. Nertil Bellaj sqaron se me fondet e bashkisë është e pamundur rehabilitimi i segmentit rrugor në total, ndaj për pjesën e mbetur do të duhet ndihma e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Qeverisë Shqiptare. 1.2 milion euro është fondi në total i bashkisë Selenicë për një vit, dhe për shkak të rëndësisë që ka kjo rrugë, por edhe vlerave të zonës, i gjithë ky buxhet sipas Bellajt është vendosur në dispozicion të rehabilitimit të këtij aksi. Ajo është një rrugë që i kalon mbi 20 kilometra dhe kurse si nuk mund bëhet nga fondet e bashkisë, sepse buxheti i bashkisë për një vit për të investuar është 1.2 milion euro. Aq sa unë kam hedhur për vetëm rrugën e Shullërit. Pra, një bashki me një buxhet e ka hedhur të gjithë buxhetin e saj për atë rrugë, sepse ajo zonë lavdishme me histori, me resurse, kërkon një vëmendje. Dhe ne kemi dhënë këtë vëmendje kësaj zone. Ka njerëz që u thonë që jo nuk e mban fjalën kryetari i bashkisë, jo nuk është bashkia korrekte, por ne flasim me fakte, flasim me vepra, dhe llafet janë llafe. Pra faktet dhe veprat është që ne kemi qenë të prekupuar çdo ditë që ajo rrugë pra të që ne kemi marrë përsipër, ta bëjmë realitet. Dhe shumë shpejt ajo rrugë fillon dhe asaj zone do të ndryshojë edhe qasja për zhvillimin e turizmit, sepse ka shumë pasuri atje, ka ujëvara, ka ujë kripur, ka monumente, të cilat turistët nuk duan vetëm det, por duhet të shikojnë edhe këto pamje që jep natyra. Rreth 17 kilometra rrugë që njihet si segmenti rrugor i Shullërit do të mbeten edhe pas këtij projekti pa asfaltuar. Për këtë pjesë të mbetur të rrugës, ka tashmë një projekt gjithashtu të paraqitur në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Qeverisë Shqiptare, një fond i cili kërkohet dhe pritet financimi i tij në mënyrë që gjithë zona të ketë një segment rrugor me standarde të larta.